Ju përshëndes, mirë se erdhët në emisionin Box to Box, takojmë edhe këtë të premte bashk. Do të flasim për tregun e punës, vakancat që janë krijuar, një problematik në fakt që ka vite për cilën diskutohet, por do ta shohim këtë në të njëjtën kohë edhe me largimin, pra fenomenin e largimeve apo emigrimit nga Shqipëria që ka sjell pikërisht këto vakanca dhe situata pa diskutim bëhet edhe më shqetësuese kur bëhet fjalë për të rinj të cilët janë të diplomuar apo të arsimuar. Mbi impaktin që ka një gjë e tillë, pra sa shqetësues është ky fenomen dhe domosdoshmërinë që të hartohen politika të tilla, së paku edhe në këtë moment, se ndoshta mund të jemi në kohë për të parandaluar atë që mund të jetë një hemorragji dhe që mund të sjellë një përkeqësim të mëtejshëm të situatës. Do të diskutojmë në këtë pjesë të parë duke e lidhur edhe me kartën blu për ta kuptuar se çfarë është pra karta blu e Bashkimit Evropian, se çfarë sjell për punonjësit e kualifikuar, pra një punësim të sigurt edhe një lloj forme le të themi që i mundson atyre jo vetëm punësimi, por edhe integrim në jetën sociale dhe ekonomike të vendit ku shkojnë, si edhe për programin kombëtar të punësimit që është miratuar një ditë më parë në qeveri. Kam kënaqësinë që të kem në studio zonjën Elida Motro, ekspert e punësimit sipërmarrëse. Përshëndetje dashur, faleminderit për kohën. Kënaqësi që të kam. Ndërkohë që në një lidhje të drejtë për drejtë kam kënaqësinë që të kem Gertiana Hasallën, ekspert e punësimit. Gertiana, përshëndetje dhe faleminderit për kohën. Përshëndetje, ata kënaqësi gjithmonë. Kënaqësi edhe për mua. Dua ta nisim pikërisht me faktin se sa shqetësuese. Gertiana, ka marrë i shoh shpesh postimet e tua dhe janë një indicie shumë e mirë edhe për ne gazetarët, sepse jeni burim informacioni, por edhe burim le themi për nga i status ne mund të krijojmë një diskutim, pra mund të nxisim një diskutim edhe nga ky diskutim të dalim me përfundime dhe t'japim edhe pa diskutim mesazhe të rëndësishme, se kjo është e domosdoshme. Kështu që dua ta nisim bashkë sepse kam parë një status tëndin ku je ndalur te karta blu, por para këtij publikimi ke veçuar një raport i cili vë në dukje largimin e të rinjve, pra dhe veçanërisht largimin e të rinjve të arsimuar. Sa shqetësues e sheh ti këtë fenomen? Në të vërtetë ka disa raporte që janë lidhur apo me largimin e shqiptarëve ndër vite, dhe themi që nga viti 1991, vetë Instati, që është instituti zyrtar i statistikave që ne kemi, në raporti që janë nxjerrë në 2023 ka thënë që 1.4 milion shqiptarë janë larguar nga vendi që nga viti 1991. Dhe kjo është një shifër e madhe, ndërkohë që realisht shumë survey të tjera, shumë pyetësor të tjerë nxjerrin një shifër edhe më të madhe se sa 1.4 milion të njerëzve të larguar. Dhe tregon që në vetvete kushtet e punës këtu, kushtet sociale, shërbimet që ofrohen nuk janë të kënaqshme për t'i mbajtur njerëzit brenda. Vetë Banka Botërore ka bërë gjithashtu një studim dhe ka zbuluar që paktën 40% të rinjve kanë dëshirë që të largohen nga vendi. Dhe flasim gjithmonë për këtë grup moshën 15 deri 29 vjeçë. Dhe kur dëgjojmë shifra të tilla, vërtet ndihemi të shqetësuar. Po të mendosh vetëm për një 10 vjeçar, mjekët tanë, shumica prej tyre flasin për në 2011 dhe 2020, diçka e tillë, në këtë 10 vjeçar janë larguar pothuajse 15% të mjekëve dhe të personelit shëndetësor. Pra, për infermier dhe profesione të tjera të lidhura me shëndetin. Dhe shumica për tyre çfarë kanë bërë, kanë vajtur në shtete si Gjermania dhe në shtete si Italia. Kjo është shqetësuese për ne, sepse na krijon një hapësirë shumë të madhe në tregun tonë të punës për këto profesione, për këto njerëz që janë tashmë të arsimuar, edhe lënë bosh vendin e punës këtu. Duke mos i dhënë mundësinë qytetarëve që të marrin shërbime pikërisht në këto fusha që janë esenciale për secilin prej nesh. Lida, si e sheh këtë fenomen? Pra dhe është, sepse ne u ndalëm se çfarë i nxit, le themi ata të largohen dhe Gertiana e veçoi pak faktin që janë kushtet, pra situata në Shqipëri dhe kushtet e punës, ato që në një farë mënyrë i nxisin këta të rinj dhe i nxisin këtë kategori që edhe pse mund të jetë në pozita të mira
në Shqipëri prap, pra mund të kenë një punë të mirë, një status të mirë, një të ardhur të konsiderueshme për realitetin shqiptar, megjithse janë bërë edhe është shtrenjtuar çdo gjë së fundmi, por edhe pse mund të jenë në këto kushte, sërish zgjidhjen e shohin tek largimi. Pra të largohen dhe nuk është pak të thuhet që në një dekadë, pra në 10 vitet e fundit, janë larguar gati 15% e profesionistëve tanë të shëndetësisë. Pra është kjo arsye që ata gjithmonë kjo pakënaqësia e krijuar këtu arsye për të larguar dhe për të ngritur dhe për të ndërtuar jetën nga e para në një vend të huaj? Shiko, e para fare një më lejo të them që unë nuk kam ndonjë lidhje me shtetin, nuk marr në lega shteti, kështu që nëse do them diçka që mund të duket si pozitiv, jam duke thënë nga praktika. Unë besoj që lëvizja e lirë e njerëzve është diçka që kemi luftuar gjithë për ta fituar. Po, pozitive. Unë besoj që ne do të ngelemi një shtet që krahasuar me shtete si Gjermania, Franca, Italia, Amerika, vendet nordike nuk diskutohet. Ato që ati ofrohen, këtu tek ne besoj edhe po të futemi në Bashkimin Evropian, prap do të kemi kuota shumë të vogla. Që do të thotë, gjithmonë do të ketë një disnivel të nivelit të përgjithshëm të jetesës. Tani, kush është që po ikin ata që e kuptojnë këtë gjën. Nga ana tjetër, unë kam një biznes që unë punoj pikërisht me këta që unë janë në C-level, të themi executive coaching, dhe unë punoj pikërisht me këta persona që shpesh herë duan të ikin, dhe arsyeja pse duan të ikin është shumë banale të quaja, është një boredom, pra ndjen që nuk kanë që të marrin më këtu, i kanë shijuar shumicën e gjërave, janë në disa pozicione vende pune që nuk ka zhvillim, nuk shohin një gjë të re, dhe e dyta është për familjen, për fëmijët e tyre, sepse mendojnë për shkollimin, mendojnë për esjen e tyre, mendojnë për vënien në një mjedis tjetër, ku ti vihesh në krahasim me europianët e tjerë, vihesh në një stad më përafër atyre në konkurencën për çdo gjë në shkolla, në vendet e punës e tjera. Pra, janë ca gjëra që unë besoj, ne duhet i pranojmë si të tilla. E thënë kjo, unë besoj që ka plot raste nga bota, në cilat ka politika që e bëjnë popullatën vendase të kthej syt nga vendi. Janë duke u bërë ca përpjekje, kam iden është në këtë strategjinë e turizmit 2024-30, mora të shikojnë që para se të vija këtu, ka sa gjëra që i kanë marrë për të bërë. Ajo që ne duhet kuptojmë është që gjithë shoqëria në të cilën e jemi, unë besoj duhet kthejmë syt nga vetë zhvillimi ynë dhe të kuptojmë që këta njerëz që ikin këtej, më lejo kur vjen aty kanë të njëjtën kokëdhimbje ankesa që i kanë edhe kur vjen atje. Dhe qëllon që ai person që ka ikur sa ankoi këtu sepse shefi nuk i jep më mundësinë, sepse shkolla është kështu, kur vjen atje ankohen ky shtet është shumë i ngurtë, ligjet që janë këtu janë që s'e lejojnë për gjë, vetëm po punojmë, nuk zëdot një punë të dytë. Ajo që unë besoj, brezi i ri, me lirinë e lëvizjes dhe me lirinë e informacionit jashtëzakonshëm e open source, kërkon forma alternative që ne t'i gjejmë atje ku ata kanë nevojë dhe atje të plotësohemi me programe. Nuk e di në dash Megjithatë, më bëri përshtypje teksa përëndisja arsyet, pra që çfarë i detyron të rinjt, ata të cilët janë të arsimuar për t'u larguar, arsye parë ishte një arsye që një arsye pa arsye, që do të thotë nuk kanë, thjesht duan të ikin, janë të mërzitur, duan të ndryshojnë ambient e tjerë e tjerë. Arsye tjetër që unë mendoj që ja vlen të ndalemi dhe e treta, pa diskutim, arsyeja e dytë që veçove ishte fakti që në një vend pune, edhe pse mund të jenë në kushte të mira, që do thotë mund të marrë një pagë, vendi punës nuk ofron mundësi që të rritesh. Mundësi zhvillimi. Dhe ky është një handicap dhe një problematikë që ne kemi të pranishme në treg. Që do thotë në një ambient pune, në një sektor të caktuar, sot punonjësit nuk e kanë mundësinë që të rriten, të zhvillohen, të motivohen. Dhe Gertiana besoj e di më së miri një gjë të tillë, pra se sa hapësira ka që një punonjës me vullnet, me dëshirë, por edhe me këmbgulje, të arri nga një shkallë e caktuar në një shkallë më të lartë. Pra dhe kjo mund të bëhet përmes stimujve të vazhdueshëm, në mënyrë që punonjësi të mos konsiderohet si diçka që e ke sot, nesër nuk e ke, por të konsiderohet një aset dhe një vlerë për kompaninë. I prap konkuron me mjeku në Gjermani,
që ka të paguar nga shteti të vej të bëj trajnimet më të mira të mundshme. Pikërisht, pra, por këto mekanizma janë tek ne, pra e kanë mundësinë sot që një punonjës të rritet dhe të marrë atë që shumë kush mund të jetë edhe për shumë kënd mund të jetë një problem, pra fakti që nuk merr mjaftueshëm në një vend pune dhe kjo bën që ata të shkëputen dhe të shohin alternativa të tjera. Gertiana, e shikon të pranishëm këto si problem? Është e pranishme kjo mbështetje që jepet për punonjësit në shumë pak kompani. Edhe në shumë të tjera është gjithmonë më vështirë që ti të bësh përpara. Një perceptim kryesor që kanë punonjësit në Shqipëri është që këtu ka shumë nepotizëm, ka shumë korrupsion, edhe nuk është e lehtë të bësh përpara në mënyrë të ndershme, sepse shpesh herë edhe ngritjet në detyrë bëhen në mënyrë jo transparente. Kjo është një perceptim i përgjithshëm, nuk mund të jetë vërtet 100% për të gjitha kompanitë ose për të gjitha institucionet, por nëse kjo është fryma e përgjithshme e perceptimit që kanë njerëzit, do të thotë që edhe narrativa që ndërtohet për migracionin, ndërtohet e tillë që edhe të rinjt të jenë më shumë të pirur të migrojnë dhe të kërkojnë diçka më të ndryshe dhe më të re për veten e tyre, në krahasim me atë çfarë ofrohet këtu brenda në vend. Pra, nëse ata janë të bindur që do shkojnë në një vend pune, po nuk do mund të ngjisin shkallët e karrierës, sepse do ketë gjithmonë dikush që është i mbështetur nga dikush tjetër, në këtë sensin që shpesh herë ne dëgjojmë themi në bisedat tona të përditshme që të duhet miku për të ecur përpara. Atëherë, kjo bindje, patjetër që do i shtyj edhe më shumë që do të largohen nga vendi dhe të kërkojnë diçka tjetër, të kërkojnë një kulturë pune, e cila është e ndryshme nga e jona. Mua më ka mbetur në mendje duke diskutuar pra këtë që mund të jetë një perceptim, por shumë kënd mund të jetë diçka që e ka kaluar në kurriz një gjë të tillë edhe ka nga përvoja, por më ka bërë përshtypje dhe më ka mbetur në mendje teksa kam pasur një të ri, 20 vjeçar në studion e emisionit. Gertiana kemi qenë bashkë, mos gaboj. Kemi qenë bashkë në atë intervistë dhe më ka bërë përshtypje fakti që e shite tregun në Shqipëri si një treg ku nuk ishte meritokraci, por duhej patjetër të njihe dikë për të deportuar. Pra, edhe të flasi një 20 vjeçar që nuk është përballur dhe të ketë këtë lloj perceptimi për tregun, pa diskutim është këmban alarmi që diçka duhet përmirësuar në mënyrë që këta të rinj të mos e shohin të tillë tregun, sepse nëse e shohin të tillë do të jenë të prirur të qëndrojnë larg tij dhe ta shohin të ardhmen e tyre larg Shqipërisë. Shiko, nga ana tjetër duhet patjetër gjithë programet që ne themi, qoftë këto alternative, qoftë dhe tregu punës dhe tregu privat i punës, duhet kuptoj që kjo fuqi pune që po vjen, forca e fuqisë punëtore, është nga gjenerata Z generation. Ata kanë një perceptim krejt tjetër nga që ka pasur 2 ose 3 meri që nga boomers dhe këtej. Që do të thot, a i kërkon, në qofse i thua po është po, nuk ka edhe po edhe jo. Në qofse i thua që do vish do punosh në verë, 3 muaj të kundë, ti do paguash, ata duan dinjitet. Është një brez që nuk është si brezat e tjerë që... Duan kompromis, Jo, ideja është që brezat e tjerë kanë qenë mësuar. Puno shumë fort, 10 vite që më mbrapa të marrësh fruta. Ata nuk e duan të. Ata duan balancën sot. Ata duan të shijojnë sot. Ata kur ullen dhe flasin me një pronar, ata nuk e konceptojnë që ky vetëm se ka 5 para më shumë, ky është me i zoti nga unë. Dhe unë duhet t'i flas si një second hand citizen. Janë sa gjëra që unë besoj përplasja me madhe, është këtu. Dhe pastaj narrativat që krijon, sigurisht që krijon mbi 2 pritshmëri të ndryshme. Ata që janë në tregun e punës presin një brez që të vit thot yes sir, dhe këta presin një brez që dua punë dinjitoze. Edhe sa duhet që të shkojnë këto në të njëjtën linjë, pra duhet të kalojnë disa vite. Unë besoj që amortizojnë këto dallime. E bukur është që dhe kur shkojnë ky brez, kur shkojnë në botë, kanë të njëjtën përplasje. Pra nuk është që kjo është vetëm nga ky brezi pronarëve të këtushëm. Është kudo që vjen, aty ku ka, siç tha dhe zonja, nuk ka përgjithësime, nuk mund të themi 100%. Kompanitë me cilat unë punoj, drejtimi, ata që janë pronarë, ata që unë i quaj bosat që mund t'jetë CEO, mund t'jenë shareholders, mund t'jetë administratori, aty fillon ndryshimi. Nëse ata duan që ta kapin fuqinë punëtore që po vjen, të vjen gjysmën e rrugës, jo të presin që ata të vinë, po të shikojnë që kanë të dyja palët një interes, janë ata të cilët nuk kanë mungesa në vendin e punës. Janë ata që dhe në qofse dikush i ka ikur. Me qënë se ke këto kontakte, pra në një farë mënyre je mes atyre që mund të kërkojnë edhe atyre të cilët ofrojnë një vend pune. E sheh këtë lloj mentaliteti, këtë lloj qasje tek sipërmarrësit në Shqipëri që do thotë e kanë kuptuar ata filozofinë e punës tani, filozofinë e këtij brezit të ri dhe i qasen atij dhe përrjedhoj sepse duke u qasur, duke ndryshuar mendsinë, duke ndryshuar mentalitetin, ke zgjidhur edhe punë të kompanisë. Tani
është nëse shkon gjysmë trugës të dikujt që mendon. Shikoj, janë dy gjëra krejt të ndryshme. Është më e lehtë për të... Ti po flet në anën emocionale, që është okej, unë e quaj drama, ata shikojnë lekun. Sa po shikojnë që kompania e tyre dëmtohet sepse ju ikën truri, ju ikën ai që ka trajnuar për 10-15 vite, që ka ndërtuar bashkë atë gjën. Në moment që ju ikën, shumica e këtyre njerëzve kanë filluar të mendojnë, cilat janë dy arteriet kryesore që furnizojnë kompaninë, është leku, themun, janë dhe njerëzit. Kështu që kanë filluar ta lidhin bashkë, të gjithë të shikojnë që investimit e këta njerëzit janë ndërgjegjësuar për këtë? Me ata që unë punoj janë super të ndërgjegjësuar, sepse të thash dhe njerë, nuk është ndërgjegjësim në kuadrin e një, si themun ty, altruizmi. Apo nuk kanë nga shkojnë? Sigurisht nuk funksionon. Provuan të marrin edhe punonjës nga jashtë. Ajo që pan ishte një përplasje madhe midis pritshmërive prej atyre punonjësve, me realitetin tonë shqiptar dhe sa kohë duheshe për këtë cultural shock. Duhet ta dim që në 23-shën, për shembull, ishin gati 9800 të huaj që kërkonin leje qëndrimi këtu. Vjet, kjo ka vajt 13.000, këtë vit pritet 50.000, që do të thotë, ai që vjen andej nuk pranon do të punoj me mendësinë e dikujt që është me nepotizëm, ai do të ketë sistemi në vend, të paguar se ndryshe ai kërci ti iku dhe kur ai ti ikën. Sa ka arritur 50.000? 50 priten sipas Instatit këtë vit. Në 2025 janë leje të regjistruara. Që do të thotë, të huajt që vinë këtu, bashkë me atë përplasje që sillen me tregun vendas e tjera, sillen në një kulturë që këta pronarë kanë filluar të kuptojnë që edhe me këta të vendit unë duhet të punoj në këtë njëjtën formë. Kështu që unë besoj hapja në botë do sjellë të përplasje ku në xhepin e njerëzve që janë në krye, mendoj unë. Mendon në të njëjtën formë, Gertiana, që ky lloj pra fakti që në vitet e fundit edhe për shkak të fluksit turistik, na është dashur që për të përballuar mungesën e fuqisë punëtore të importojmë fuqi punëtore nga jashtë. Por ardhja e tyre ka sjell pikërisht këtë ndryshim qasje tek sipërmarrësit në Shqipëri, duke ju imponuar këtyre të fundit direkt ose indirekt, pra faktin që duhet i përmbahen disa meritokracia. Po, duhet i përmbahen mbi të gjitha të vendosin në krye, le themi, të mënyrën se si të funksionojnë, faktin që nuk ka më të mbështetësh dikë apo të favorizosh dikë dhe të injorosh dikë tjetër, por meritokraci mbi secilin punonjës. Pra, përkundrejt kësaj fryme, që do të thotë për t'i dhënë gjithkujt ato që meriton. E shikon që po e sjellin ata një lloj ndryshimi? Po sepse punonjësit e huaj edhe sikur duash, nuk e si të zbatosh nepotizmin, se ato nuk kanë askënd këtu që t'i mbështesi ose t'i ndihmojnë. Dhe realisht kur flasim për punonjësit e huaj, duhet jemi pak ndoshta të kujdesshëm në sensin sepse nuk e dim ende se si ato po trajtohen në vendin e punës. Pikërisht sepse ato vinë në një vend të huaj dhe nuk e kanë sistemin e mbështetjes, pra nuk kanë asnjë familjar afër, nuk kanë asnjë person që t'i ndihmojë ose t'i mbështesë në vazhdimsi, duhet përballen dhe duhet përshtaten këtu me një sistem të tërë të ndryshëm nga vendi prej ku ato vinë. Dhe do është një sistem i punës, është një sistem shoqëror, është një sistem institucional, të cilën ato e kanë thuajse të panjohur, në mos 100% panjohur. Edhe është ndoshta më e vështirë për ta për të përshtatur në krahasim me përshtatjen e punonjësit shqiptar. Edhe synimi kryesor i bizneseve sot duhet të jenë punonjësit shqiptar dhe mbajtja e tyre këtu, dhe më pas patjetër të marrin edhe punonjës të huaj është një drejtë e lëvizjes globale që secili prej nesh duhet ta gëzojë vetë, po dhe duhet t'ja tolerojë dhe të mbështetë. Gertiana, e shikon këtë, pra qëllimi duhet të jetë që të mbajnë punonjësit që kanë dhe të mos lejojnë largimin e tyre. Dhe kur themi largimin e tyre qoftë nga një vend pune, por edhe largimin nga Shqipëria. Edhe kur flasim në këto dy dimensione, pra largimin nga vendi punës dhe largimin nga Shqipëria, nuk mbetemi thjesht në kornizat e një sipërmarrësi, por ndalemi dhe dalim përtej këtyre kornizave dhe e zhvendosim fokusin edhe tek incentivat, tek politikat që duhet të ndërmerren në nivel qendror për t'u përgjigjur kësaj situate. E ke parë këtë lloj angazhimi? Je dakord 100% me faktin që nuk mundem me kurse si që t'ja vëm këtë barë mbi supe disa sipërmarrësve ose të gjithë sektorit privat tonë që se duam, sepse nëse duam një ndërhyrje dhe ndërhyrje të jetë realisht efektive, pra të japë rezultate, duhet të jetë strukturore dhe duhet të jetë sistematike. Pra është ndërhyrje që bëhet në sistem. Duhet të jetë kapilare. Tani, përveç se kur mendojmë, një shtet si Gjermania është përballur me një treg pune i cili ka hapësira të ndryshme të cilat duhet mbushur. Këto hapësira është vendosur që realisht të mbushen dhe të jepet mundësia që një punonjës të kualifikuar nga Shqipëria qoftë të jepet një kartë blu. Dhe çfarë është kjo karta blu?
është një mundësi që dikush që ka një profesion të caktuar të marrë një leje qëndrimi dhe një leje pune, që i jep mundësinë të ushtrojë profesionin e tij dhe diplomat i njihet, të ushtrojë profesionin në Gjermani dhe në këtë rast të vazhdojë dhe të mbushë atë vend pune që ato atë hapësirë që ato e kanë të pambushur, e kanë bosh. E njëjta gjë dhe kur po mendojmë për këtë çështje kartave, ajo që mbajti në mend është çfarë po bëjmë ne me kartat tona. Nëse ne nuk e kemi një kartë blu, atëherë cilat karta që ne po luajmë si shtet për të mbajtur këto njerëz që kanë nevojë të punojnë dhe kanë dëshirë të jetojnë dhe të punojnë në një vend që kanë dhe gjithë sistemin e mbështetjes dhe që e njohin shumë mirë, por gjejnë vështirësi sepse nuk kanë një punë të dinjitetshme, nuk kanë paga të kënaqshme, nuk marrin shërbime publike të cilat duhet i marrin siç duhet i marrin. Dhe këtu flasim për edukimin, këtu flasim për shëndetësinë. Shkojnë në universitet dhe atje nuk gjejnë hapësira të tjera për të rritur profesionalisht përveç dyrëve të universitetit. Programet që janë shumë të limituara, ka disa programet Erasmus që është futur Shqipëria dhe programet të tjera të Horizon për shembull që bëjnë pjesë dhe studentët mund shkojnë jashtë, por janë shumë të pakta në krahasim me çfarë mund t'i ofrohet një studenti sot. Realisht, vetëm po të shikosh si statistik, në të gjithë shtetet e Bashkimit Evropian është e thënë që harxohet 2% e GDP-s, prodhimit të brendshëm bruto, për edukimin, për arsimin. Ndërkohë në Shqipëri, Akademia jonë e shkencave thotë që ne harxojmë 0,1% të prodhimit të brendshëm bruto vetëm për arsimin e edukimin dhe ka një disnivel të jashtëzakonshëm mes këtyre 2%-eve, me 0,1% tonë dhe 2% e vendet të Bashkimit Evropian. Pra, ne nuk po investojmë në arsim. Dhe nëse nuk investohet në arsim, atëherë nuk mund të pritet që këto njerëz që do dalin nga bankat e universitetit ose të shkollës ose çdo gjë tjetër, të integrohen në tregun e punës. Si do i mbushim ne këto hapësira bosh, të cilat kanë mbetur tashmë? Sot për sot, në tregun shqiptar ka hapësira bosh. Shumë vërtet, po nga ana tjetër ka plot forma alternative. Pra, po të flasim për arsimin, të flasim për shkencën, janë totalisht pro me ju, por ajo që mendoj është, ne duhet fillojmë të mendojmë kur thuhet out of the box, sepse është e domosdoshme. Për shembull, nëse flasim për vende pune bosh këtu tek ne, që ka, unë do të thosha ka big gap, se ka hapësirat më dha, gjithandaj ne e dim çfarë është eksporti më i madh i ynë, është turizmi. Ore, çfarë u bë nga vjet në shtator? Si vjet, me ata që kanë punuar shkëlqyer, më falni që u shqyen gjithë verën në Bregdet, çfarë u bë me ata? A u interesua njëri që ti thoshte, ke punuar këtu, ke punuar banaker, këtu ke punuar menaxher, a ka mundësi që unë të t'i jap ty rrogën minimale deri në qershorin që vjen, derisa të filloj, dhe shteti i thot atij punonjësit, atij punëdhënësit, a fitove kaq, unë do ta ul të gjën, do ta kesh të pataksuar, për ti i jepja këtë, dhe unë besoj, nëse ne fillojmë të mendojmë tani për tani, ky bumi që po na vjen do na kthehet në bumerang për njerëzit, sepse vërtet ne marrim ta të huajt, por mendon që ai huaj, nuk e di, unë kam qenë në disa vende, sepse më duhet shikoja për 2 klient, po shikonim realisht çfarë po ndodhte dhe ai që unë vura re është, asnjëherë kulturën tonë nuk do ta kaloj një huaj, sepse ai huaj ishte, më fal të them, shumicën e rasteve profesionalisht, klinikisht, farmaceutikisht i mirë. Ndërkohë që ajo që ne japim, shqiptarët, ne japim këtë diell dhe ndaj njerëzit duan të kthehen. Me pak fjalë, çfarë jam duke thënë është që unë besoj që ka 2-3 gjëra që qeveria duhet i marrë dhe t'i bëjë dje. Kapi punëdhënësit më të mëdhenj, ndihmoj, mos u futësh taksa më shumë, po ndihmoj duke i thënë, do të heq një pjesë, nuk do ta tatoj sepse këtë do ta hedhësh tek zhvillimi i stafit, mbajtja e stafit tënd për vitin që vjen. Dhe nëse kjo bëhet jo vetëm kaq. Është diskutuar kaq shumë herë, është shprehur kaq shumë herë sidomosdoshmëri nga ekspertët. Janë bërë gjëra të vogla. Dhe nuk ka një paketë të dedikuar për t'u përgjigjur kësaj situate. Këto mendoj unë janë, qeveria duhet përgjigjet siç u përgjigj për shembull për sistemin e arterieve të rrugëve, që u bë brenda natës, bravo i qoftë. Atje ku s'kishte masë tani mund të vesh kudo. Kjo njëjta gjë do të bërë fuqinë punëtore dhe nuk pret kjo punë, sepse ai person që ka punuar gjithë verën atje dhe mund të jetë paguar mirë dhe mund të jetë mbajtur mirë nga halli prej punëdhënësve, punëdhënësi e di që do ta ketë të mbyllur këtë kompleks për gjithë muajt e tjerë. Nëse mbahen njerëzit dhe nëse shteti vë një peshë dhe privati vë një peshë, fitimin e kemi të gjithë ne. Dhe nuk do dojë të ikë njëri të punojë më edhe në Greqi. Sepse dhe në Greqi të vend punojnë, flas gjithmonë për hospitality, për mirëpritjen, që ne kemi që konkurenca aty po bëhet me ne, me Greqinë, me Kroacinë, po këta njerëz shumë shpejt do t'ikin sepse atje ju paguhet, qeveria greke e ka prej vitesh që ju jepet paga minimale, që është punon 6 muaj, paguhesh 12 muaj, dhe unë nuk them dhe çfarë ju jepen gjëra të tjera për gjatë vitit.
Një gjë tjetër që unë mendoj prapë që qeveria do ta mendoj më një herë është të gjithë ata punonjës, të gjithë ata punë kërkues, të cilët duan të regjistrohen dhe kërkojnë punë për aq kohë sa janë këtu. Unë besoj që duhet të investohet tek ata me gjuhë huaj, duhet të investohet me pjesën e di, por unë nuk mendoj që... Ka disa programe që ju shërbejnë dhe që ofrohen nga Agjencia Kombëtare. E di, por ajo që i jepet, shiko, kur ti e jep të edhe merr dhe se merr, unë them mos i jep atë që i jep si pagesë, mos ja jep, pa bërë tjetri për të mirën e vet, disa kurse për gjërat që kërkohen nga turizmi sot. Që kërkohen dhe që mund të jetë dhe që siç përmendi Gertiana ka hapësira dhe ka vakanca. Patjetër ka dhe nga ana tjetër kur ti do ta vësh këtë në sistem, si tha zonja, po ta vësh në sistem, kjo do thotë që unë që jam punë kërkues, që jam regjistruar, po ndërkohë po marr atë pagesën e papunësisë, unë nuk do ta marr atë nëse unë nuk vete 2 herë tek filan person dhe të marrë kurs atje për të bërë një menaxher më i mirë turizmi. Flas kot. Por nëse këto nuk bëhen sot, është njësoj si atëherë që kishte mungesën e rrugëve të shtruara. Edhe përmendë këto programet, unë dhe në mënyrë të vazhdueshme me Gertianën ne kemi diskutuar pra faktin që edhe këto të ndërmjetësimit që krijohen hapësira që krijohen përmes Agjencisë Kombëtare të Punësimit në Shqipëri, përmes këtyre trajnimeve kanë treguar që nuk kanë pasur rezultat dhe nuk kanë qenë efektive, sepse ky ndërmjetësim është arritur dhe rezultati që është marrë prej tij ka qenë shumë i kufizuar, që do thotë këta individ mund të qëndrojnë brenda një kohe shumë të shkurtër të punësuar dhe pastaj dalin sërish jashtë tregut dhe sërish deklarohen si të punë kërkues të papunë. Nëse kjo shikohet vetëm si një quick fix, patjetër që kështu do ndodh. Por nëse ne vëmë në sistem, pra ti nuk do të marrësh atë pagesën, nëse ti nuk do të vesh tek një cilësor, të thotë çfarë të gjen nëse do të ikësh me kaq cilësi apo kaq aftësi do të vesh në Gjermani, të vesh në Greqi do ngelesh fundi kavallit. Do kthehesh prapë këtu do jesh shumë më keq. Nëse këto nuk ju bëjnë këtyre personave të detyrueshme, sepse janë të mbytur nga një oqean informacioni që është përthitës, që është shumica, është jo dhe i vërtet. Dhe unë besoj që të futurit në sistem kanë qenë dhe janë këto programe, po këto janë për mua, janë paka shumë si një tualet që bëhet, dhe nuk është futur në sistem brenda, në të cilin të mendohet për këta të rinj, të cilët kanë pak kualifikim, por që këta janë fuqia që po futet. Dhe këta duen kapur dhe duen drejtuar në treg në nevojat që ka vendi, dhe nëse vendi po bën të madhen për eksportin e turizmit, atje duhet punojmë. Dhe Gertiana, përpara se të shkojmë në një hapësirë publicitare dhe të falenderoj për kohën tënde, një ndërhyrje shkurtimisht sa i takon faktit që përmendi edhe Lida në studio. Pra nëse shteti dhe privati, pra sipërmarrësit, arrin në një marrëveshje të përbashkët, që do të thotë arrin që përpos 3 mujorit apo 6 muaj sa zjat sezoni veror që mund të jenë dhe mund të punojnë në kushte të mira me paga të konsiderueshme etj, për pjesën e mbetur të vitit ofrohet një pagë ndoshta minimale, por që këta sipërmarrës të jenë të zhveshur nga detyrimet, nga taksat etj. Zhveshur jo, mbase po të ullet dhe të përdoren... Të ullet, okej. Një mënyrë mund mjafton kaq për ta mbajtur një punonjës? Ka shumë mjafton, po kjo është një hap përpara drejt të krijimit të sistemi mbështetje që ne duam të bëjmë. Dhe sistemi mbështetjes mund bëhet vetëm nga shteti në këtë rast. Patjetër me mbështetjen e kompanive dhe të institucioneve tjera, po flasim për një mbështetje e cila është e strukturuar. Dhe nëse duam të strukturuar dhe që të funksionojë, do duhet bërë nga instanca shtetërore për ato që i mbështesin në bazë edhe bizneset edhe punojësit në këtë rast. Dhe ç'është më e rëndësishme është një skemë që është zbatuar edhe më përpara në vende të tjera dhe është e suksesshme. Pra nuk është një skemë e cila është një shpikje shqiptare. Është një skemë e cila zbatohet në vende të tjera si Greqia, Kroacia e të tjera me radhë që ne kemi edhe shumë afër. Dhe është një mbështetje që ne mund ta bëjmë në mënyrë të jashtëzakonshme për punonësit tanë dhe do ndihmonte shumë që ato që punojnë gjatë muajve të verës dhe marrin një pagesë të lartë, të mos jenë me 0 lekë në fund të muajit në muajt e tjerë të vitit. Sepse s'më pretendojmë që ato të rikthehen përsëri dhe të punojnë për aq kohë sa në muajt e tjerë marrin 0 para. Pra ka nevojë për këtë mbështetje të madhe strukturore dhe realisht në një përmirësim të përgjithshëm të gjithë kushteve të jetesës së një personi në Shqipëri,
për ta mbajtur brenda dhe për të Edhe punuar këtu në dalim tek ai faktori i tretë, pra që sjell largimin, që është edhe kushtet me cilat pra mendon për të mirën e fëmijës së tij. Dhe kur mendon për të mirën e fëmijës së tij, pa diskutim këtë e lidh me dy sektorë shumë të rëndësishëm që është shëndetësia dhe arsimi. Prandaj është shumë e rëndësishme që edhe qasja të jetë në disa dimensione në mënyrë që të përmirësohen të gjitha ato aspekte që ka nevojë në fakt që të përmirësohen dhe që mund të sjellin ndryshimin. Ndoshta jo të menjëhershëm, por me kalimin e viteve mund të ndihet. Gertiana, unë të falenderoj shumë për kohën. Faleminderit për kohën edhe analizën tënde. Faleminderit, gjithnjë kënaqësi. Do të shkojmë në një hapësirë të shkurtër publicitare dhe do të rikthehemi sërish në studio.